Në orën 20 të ditës së djeshme, hyn në fuqi çmimet e vendosura nga Bordi i Transparencës së Hidrokarbureve. Çmimi i naftës me pakicë arriti në 224 lek dhe me shumicë 212 lek. Benzina do të tregtohet me pakicë 181 lek dhe me shumicë do të jetë 169 lek. Kurse gazi nuk ishte pjesë e vendimarrjes së kësaj mbledhjeje. Kjo në zbatim të aktit normativ të miratuar këtë të premte nga ana e qeverisë për të ulur me 20% çmimin e akcizës. Ky akt normativ parashikon uljen e akcizës me 20% nëse çmimi i shitjes me pakicë i përcaktuar nga Bordi i Transparencës do të jetë mbi 220 lek për litër për naftën dhe mbi 200 lek për litër për benzinën. Ky akt normativ do të jetë në fuqi deri në stabilizimin e plot të situatës së krijuar ndërkombëtarisht. Ne jemi të angazhuar për t'ju përgjigjur me përgjegjshmëri çdo sfide, duke mbrojtur qytetarët shqiptar nga efektet financiare të prodhuara si rezultat i konfliktit me Iranin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një takim me ekspertë të çështjes së karburanteve deklaroi se çmimi i naftës në Shqipëri është më i larti në Evropë dhe në botë. Ai tha se sot shqiptarët do paguajnë deri në 7 herë më shumë nga të ardhurat e tyre ditore për karburant krahasuar me vende si Gjermania apo Zvicra. Nafta është një ndërshkim për qytetarët dhe ekonominë e vendit. Nuk ka asnjë vend tjetër të ketë një ngarkesë të çmendur fiskale mbi litrën e naftës siç ka Shqipëria. 60% të çmimit të naftës përbëhet nga ngarkesa e qeverisë, nga ajo që qeveria u merr qytetarëve për çdo litër. Askush nuk e bën këtë, përveç kësaj qeverie. Dy janë faktorët kryesor të këtij çmimi ndëshkues të litrit të naftës në Shqipëri. Ngarkesa fiskale më e lartë në botë. Nuk ka asnjë vend tjetër që të ketë ngarkesë fiskale më të lartë se Shqipëria. Dhe e dyta, nuk ka një vend tjetër që të ketë një kontrabandë më të madhe se Shqipëria. Por kontrabanda, thash edhe një herë, është e tëra kontrabandë qeveritare.